Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme këtu në live do të kem dy prindër, Viktorin dhe Shqiponjën. Janë prindrit e Boretës, e një nënë të re në moshë, nëna e 4 fëmijëve, që fatkeqësisht vetëm përpara disa ditëve ka qenë këtu në live me Odetën dhe ka treguar se si fëmijët janë marrë nga shërbimi social dhe partneri i dytë kishte tentuar ta abuzonte seksualisht me vajzën e saj të madhe nga martesa e parë. Një ngjarje që më shokoi teksa Boreta ma rrëfeu në live me Odetën dhe tregoi se nuk e kishte mbështetjen e nënës dhe babait dhe këta të fundit e kishin martuar me dhunë, pa dëshirë dhe e kishin dëbuar nga shtëpia. Sot, prindrit e Boretës, Viktori dhe zonja Shqiponja, kërkojnë që të jenë sot në live me Odetën, por fillimisht për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur atë episod kur Boreta ishte me mua, dua ta rikujtoj atë histori vetëm në pak minuta, le të themi, e ndjekim. Shohëm një 3 fëmijë. Rebeken e kisha nga burri parë. Dhe ky tentonte për ta përdhënuar Rebeken. I shqynte domethënë në rrobat e kapte poshtë nga bakjet. Kush? E torturonte. Burri jot i dytë ka tentuar. Vetëm kur shikoi çupun mund të shtrirë krivat, edhe burri që pata unë ishte sikur po lahesh në banjë. Ktu i rrifte fëmijët, plus Amelien që kam 3 vjeçe, i theu dorën komplet. I ra dora merte. 6 muaj që ti morën fëmijët dhe të denoncoi nëna dhe kërkoi nëna jote që shteti ti merrte fëmijët se ti nuk ishe aftë i rrisje. Jo se si isha aftë unë, për bëri vetëm si që unë mos të jetoja këtu lushnje. Po prej 6 muaj që nuk i kam parë me sy. Por fëmijët nuk i kam gjurë serin. Nuk e di si mund të përshkruaj një dhimbje që nuk është, por ta them, nënia ime nuk më ka dashur. Kur isha vogël, sa kujtime kam unë fyt. Nëna më tremte, më torturonte, më linde sa zia krima në trup. Isha vetëm një gjyshe, ajo më mbështeste. Nga burri më ka ndarë, nga fëmijët më ndau. Ndim nuk më jep. Këta të doja, të më lërin të qetë. E dëgjuam këtë nënë të re në moshë, e cila tregoi dramën që kishte kaluar në jetën e saj duke ngritur një lumë akuzash për nënën dhe babain. Sot do të kem të prindrit e saj, Viktorin dhe Shqiponjën, kështu që hap dritaren dhe fillimisht përshëndes babain e saj. Viktor, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje. Më telefonove në fakt dhe ishe shqetësuar për live-in që vajza juaj Boreta bëri me mua. Po. Me thënë të drejtën, u shqetësova dhe unë nga i live, kur dëgjova historinë e vajzës tuaj. Po. Por çka ka ndodhur me vajzën tuaj? Çka ka ndodhur? Vajza ime ka lindur 4 fëmijë me thik. Ka marrë 4 herë anarkozë. Po. Dhe marrja e fëmijëve në shteti, që i qoja ditë të qendrës sociale, e ka atharuar, një fjalë është e atharuar shumë. Një fjalë nene dhe... Por ajo më tregoi që babai dhe nëna nuk më qasin në shtëpi. Ju pse keni... E ka deri në hapur thoi nga nëna nga babai. Jo, me zonjë gazetare, jo, nuk ka prind që ti mbyllin derën fëmijës. Unë nuk jam shumë i pasur, po jo për një çup, po edhe 10 çupa i manj në shtëpi kam, edhe objekt banimi kam, edhe mundësi që ta manj çupun time kam. Edhe nuk e ka derën mbyllur, e ka gjithmonë hapur. Ju jeni me bashkëshorten tuaj aty? Po, te puna jemi ja lumi këtu i kemi serat. Më vjen mirë. Ju jetoni në zonën e Beratit. Po. Do flas edhe me bashkëshorten, pak më vonë, po dua të flas me ty Viktor fillimisht. Po. I dashur Viktor, por pse vajza ju akuzoi që nëna dhe babai nuk më duan dhe nuk më qasin? Domethënë, çfarë konflikti keni pasur ju? Aq sa ke kuptuar ti për ti me bia, aq po kuptoni edhe unë, edhe shqetësimi është shumë i madh.
Në qoftë se juve si gazetare keni kuptuar dhe juve diçka edhe shteti ka mundësi të bëjë të kryejë ndonjë ekzaminim, ndonjë ndërhyrje, ju e dini më mirë këtë punë, le të vazhdojmë punën. Unë nuk kam patur lidhje me çupun. Më vjen zorë që po flas kështu se kam njerëz, kam edhe shoqëri, po hajde te vajti që punë tashti. Mua çupun nuk më hap telefonin që unë të flas me çupun. Aq është atharuar. Por të lutem, mund të më tregosh, unë atë live kuptova që vajza juaj kishte probleme psikologjike dhe duke qartë ajo gjë dhe mundhims Boreta. Por çfarë ka ndodhur me jetën e Boretës? Mund të më tregosh, ajo ishte martuar, ishte martuar me një burr të dytë, ishte ndar prap, mund të më tregosh çfarë ka ndodhur në jetën e saj? Nuk kam që atë të tregoj më shumë unë juve. Ti je gazetare edhe ke studiuar, unë kam besim se juve keni arritur që të kuptoni diçka tashti. Se mi bërë mua këto pyetje. Po pra, por përderisa ju e keni ditur që vajza ka probleme, përse e keni martuar desha të pyesja? Jo, më bërë të pyetje, unë ta thash, aja ka bërë 4 fika, ka lindur 4 vajzat, edhe veti rriti. Ka marrë 4 herë anarkozë, pas lindjes të fundit edhe pas asaj që... Por kjo, Viktor, të lindësh fëmijë me operacion nuk do të thot në një gjë të madhe, dhe unë 2 fëmijë kam, dhe unë me operacioni kam lindur të 2 fëmijët e mi, por kjo nuk do të thot asgjë. Vajza juaj më tregoi që burri dytë kishte tentuar të abuzonte seksualisht me vajzën nga martesa e parë, dhe kjo është e rëndë. Ajo është e rëndë edhe në atë pjesë unë nuk di gjë. Nuk të jap dot shpjegim për atë gjë. Por ish dhëndri juaj është në burg. Nuk di gjë se unë banoj këtu se matisht nuk banoj aty ku pata çupun. Nuk di gjë në atë pjesë. Po ti e babai, nuk je interesuar ti për vajzën tënde? Pse jeni kaq... Shumë jam interesuar. Të pamundur kam bërë. Po për atë pjesë unë nuk di gjë. Më pyet diçka tjetër, më mirë. Nëse Boreta do të dëgjonte, çfarë do i thuash ti si baba? Ose sa kohë ke ti pa folur me vajzën tënde? Unë kam sa kohë, kam që nga dita që u largon fëmijët nga shtëpia, kam tentuar me një numër të fshet, ndoshta është e palejueshme, po unë kam tentuar ta marr. E shoh që është e atharuar edhe kaq. Ti ke kërkuar që vajza të kthehet në shtëpi, por Boreta nuk do të kthehet. Unë thash edhe më lart që derën nga unë e ka hapur. Por fëmijët që i mori shteti dhe në një anë ka bërë mirë, nëse Boreta nuk është mirë nga ana psikologjike, fëmijët kanë qenë pa ngrënë, është e vërtet ngjarja që vajza mund të jetë tentuar të abuzohet, më mirë që i ka marrë shteti, por Boreta akuzon nënën edhe ty si baba që ju e keni denoncuar te shërbimi social në Lushnjë. Popullsia këtu në Shqipëri po plakët me hapat galopante. Edhe ajo s'jen 4 fëmijë në jetë. Po edhe shteti duhet veri një çik dorë të këta raste, në fundit ka edhe një minimum jetik. Ti plotësoni disa kushte se po nuk pate, nuk e çashtron për të ngrënë. Patjetër, unë i bëra thirrje Bashkisë së Lushnjës atë ditë kur isha live me Boretën, që duhet të merrnin masa për të ndihmuar dhe Boretën, se edhe ajo është një nën fatkeqe që sigurisht vuan humbjen e fëmijëve dhe është e kuptueshme kjo gjë. I dashur Viktor, unë kam kontakte me Boretën, me vajzën tuaj, edhe përpara se të merri aty në këtë live, Boreta më telefonoi. Dëshiron t'i thuash diçka Boretës? Se unë jam e sigurt ty të dhimbë se të është vajza jote ajo. Dëshirojnë t'i them diçka. Unë dëshirojnë që ajo, në qoftë se s'ka mundësi atje të ushqehet dhe të pagojnë qiran, le të vinë të babait të nenja, se ajo ka dhe edhe 2 vëllezër këtu që nuk e lënë se kemi anashkaluar.
Po unë do jam thoshe këte, nëse ka ndonjë mundësi tjetër, ajo mund të ketë ndonjë depresione në gjë, me neve ajo s'pranon. Shteti çfarë roli ka këtu në këtë mes? Ka mundësi shteti për të tilla raste të vëjë dorë apo s'ka? E qartë, ju kërkoni ndihmën e institucioneve për vajzën që ndoshta ajo për shkak të gjendjes psikologjike nuk di çfarë bën dhe ju kërkoni ndihmën e tyre. Është e kuptueshme, Viktor. Po, atëre le të veprojë shteti. Unë do të them këtë aty jashtë. Viktor. Në qoftë se ka shtet, edhe në qoftë se juve keni atribut të adresoni raste të tilla diku, bëni farë përqapje se neve kaq e kemi mundësinë. E mos ma le të lushje shtetin. E qartë, do bëj maksimumin tim për të ndihmuar Boretën, se jam vetë në. E dëgjuan Viktorin, babain e Boretës, i cili në një farë mënyrë kërkoi dhe ndihmë për vajzën e tij, duke hedhur poshtë të gjitha akuzat që ajo ngriti. Por në këtë live unë do kem dhe zonjën Shqiponja, nënën e Boretës, e cila dhe ajo kërkon të reagojë. Shqiponja, përshëndetje. Përshëndetje. Besoj që je prekur kur e dëgjove vajzën. Unë jam nënë e Boretës. Ja ku kam sera të gjitha, këtu kam 1 hektar sera. Edhe i jap vajzës edhe me letra, me dokumente, me çfarë të doj, 1-2 lym ta punoj vetë. E dashur Shqiponja, unë dua të pyes, çka ka ndodhur mes teje dhe Boretës? Mund të më tregosh pak për jetën e saj? Ne Boretën aq e kemi shikuar sa edhe ato tenxheret që të thoshte ty dhe taset ja kanë dhënë unë si nen. Tenxheret me gjithë burrin e vet, dia ai që ka 1 vit e gjysmë atje brenda, të gjitha ente dhe bufe edhe të tëra. Edhe thash me mjën një çonte çuni me motor. Edhe ku binte e bor ditë janari vjet dhe par vjet, unë atë çupën e madhe kam rritur vetë nga 3 muajshe e ditë fshati këtu. Edhe deri në 11 vjeçë. E kam rritur vetë. Me shkollë ma çonte burri në Kopërsh 3 vjet. Më mori mësim të mirë. Mbajti 3 vjet në Kopërsh, klasën e parë, të 2, të 3, të 4, të 5 ma ka vazhduar këtu në fshat. Më vjen me gjithë burrin, faturon makina me motor, ishim punë si jam tëra me sera këtu. Ma merr gosën. Duke bërë 2 goca të tjera me thik. Por dalë një pak, e dashur Shqiponja, sa vjeç e martove Boretën? Për herë të parë. Në fillim Boreta u martua 15 vjeç e gjysmë. Por pse e martove kaq të vogël? Gjeti një, edhe hajde se gabim kam bërë në radhë parë që martova aq moshë të vogël, po e deshti vetë, hajde nuk ja prisha. Lindi një vajzë, si u ndan, nuk ishte kismet, atë çupi ja kam rritur unë. I doli fatit e ka bërë dhe 3 kukulla të tjera, që ne të 2 muaj mi kërkova, kemi vajtë të bashkia. Ato më kanë mashtruar më i motër. E dashur Shqiponja, më fal që të ndërpres, se dua të ma tregosh historinë me detaje për ta kuptuar, sepse Boreta ishte kaq shumë e ngarkuar nga ana psikologjike sa mua mu dhim sa të ditë. Sidomos kur i kanë ikur çupat, se me zi ka rritur vetë, ato 3 tjerat, as e virra nuk i ka lari, sikur një herë të vetme, as unë. Se i thash Bora, nena të rrita një. Qip gojnë si dhu mirë me virën, me burin dhe do t'i rritësh vetë. Vetë i ka rritur në fakt, me shumë mundime, se nuk i hodhi poshtë, nuk i mbyti kur ishi 1 muaj, ishte 2 javë, sot në përkem i lante vetë. I ka bërë çupën e madhe ka 8 vjeçe me burin e dytë. 6 vite dhe 4. Ndalemi tek martesa e parë. Sa vite qëndroi Boreta e martuar me burrin e parë? 1 vit e gjysmë atje. Pse u nda? U nda. Ai që kismet në papje kur ishte, filloj dhe ndri, më kërkoj çështje vërteta që i këseshe dhe i prumbrapa ishte i shkreti, me nenën e kish prumbrapa dhe nenën e ti, më kërkoj si thash nuk kam tokë, se Boreta nuk më ka marrë tokë, çunat më kanë marrë tokë, thash dhe burri, edhe vetë. Unë do t'i jipja, nuk do t'a lijan, po u aceruan gjerat, e ndihmoj jashtë masë dhe atë, ashtu si tha Boreta me ushqime të dhe atë dhe këtë tjetrin. Nuk kam bërë të pamundur, aq i kam ndihmuar vajzën e vetme, sa Zoti ma di, edhe kom shit këtu. Që kam rritur dhe atë vajzë që e përmend ajo, Rebeken e vogël, që merr vetëm 10, gjysh të kam dhënë llafin do bëhem doktorisht dhe marr, jo 10, po i vën atje në Durrës, i vën 10 plus, që s'ka notë më të madhe.
Vajte një ditë me djalin në lushje, se një ditë ma beri shkollën me Krutin. Shqiponja, përpara se të më tregosh momentin që fëmijët i mori shërbimi social, më trego pak martesën e dytë të vajzës. Martesa e dytë ishte me mbledhëri apo prap me dashuri nga ana e Boretës? Jo, me lajms, me anë miku, me anë shoqërie, e martova. Vitin e pare futi nena në burg, ishte qiki raki, spinde raki burri, asajt, i dhunshën që shtoshin, ka ber 3 muaj burg në qytetin e Peqinit, Biles, ku ka lindur vajzën me thik, e kam shuar vetu nga ana ime, e marrë nga burg, më merë vetë, tja e iq fëmin qupës, jo, unë vajzën të ende e dua, më thotë vetëm fëmin se më ishte 9 muaj që goca, e kam shuar në dhe qytetin e Lushnjës. Ma ka bërë do të pospate, kam lek për vajzën time, i kam paguar lek të operacionit të tëra qupës, plus dhe tyre pastruses. 4 herë, për atë violetën, me burrin e dytë, nga qupat e para. E kam shkuar 2 javë. Boreta, është dhunuar nga burri i dytë? Qysh? E ka dhunuar burri i dytë Boretën? Po edhe ka rraur, se burri edhe të re. Jo, Shqiponja, ty të ka rraur Viktori? Ne s'kishim edhe telefon para dhe edhe më ka rrau, se s'më ka rrau, burri të rre me motër. Jo, burri nuk duhet të rraj, tani të lutem, që shkyrë? Por nuk do të rrajnë tash se kanë ardhur koha të ndryshme, po? Kohë njeriu e bën, të lutem, nuk jam dakord që thuaj burri të rre. Ç'është kjo burri të rre? Nuk të vjen se vajza jote edhe të rre. Jo, kjo lloj frymë është shumë e gabuar tek nëna. I kam nënë të Boretës, se kam marrë në spital në Lushnjë 1 javë te koka, nënti 7 ditë, goca, që thot më zuri krima ajo. Shiko si është puna, se ajo i thot që nga ajo që s'ka vazhduar shkollën vetë, arriti nuk ka shu. Edhe e nëjtë atje te koka, e nëzora, 2 javë nëjti këtu, ma kërkoj i shoqi, do ma sjellësh në burg po, thash ta sjell nena, kisha një fugon pune, mora djalin burrin, vajta në Peqinë, me gjithë supën e vogël. Edhe ma zgjidh sa që nga kjo kukull ban ato poliset, atje ma zgjidhën foshnjën 2 javëshe, 3 javëshe vetë, që e kundudhon që na kundudhuan atje në Peqinë. Në burg, e qartë. Po, në burg, kur e pa i ati qau, flokun qupa serë të zezë, mashallah, qupa e qau e erdhëm në shtëpi, në krye 3 muaj dolin në burgu, që ja shu nena e futin e vetë, erdhëm më morë gocën, nejtën, në kryet 1 vit e gjysëm, polli qupën tjetër prap me aperim. Në kryet 1 vit e gjysëm pruri të tretë, ka bërë 3 goca. Filloj sherë, më mori Rebeken, vajzën që kam rritur unë 10 vjetë, që di fshati. Unë e marrë dhe sot Rebeken, edhe si më tha se kam 2 herë që vetet e qupat. O nënë, tha, më ka marrë madhe shumë për mami porën. Edhe filloj e qanë dhe qupat. Ja, këshu me i modë, këshu ja madhe dhe asaja. E dashu Shqiponja, nuk dua të qash, sepse më dhimbsesh. Edhe ti je nën, edhe unë jam nën dhe kuptoj gjithë pozicionin tënd, vuajtjen tënde si një gjyshe që vuan për mbesat e tua. Por në momentin që burri 2 doli nga burgu dhe erdhën në jetë 3 fëmijë të tjerë, dua të pyes, Viktori ndoshta nuk donte të fliste dhe u ndje në siklet si një gjysh që është. Ka ndodhur vërtet që ish dhëndri ka tentuar të abusojë me Rebekën? Jo, nuk dim gjë për këtë. Dim gjë këtë. Na mirë në telefon, a mere gocën e madhe se kam bërë vetë një tuf, nuk e ushqenj do dhe kapte vetëm për bluzën a i nëzirë të jashtë. Kam vajtë 2-3 herë dhe në fshat atje në Krutje, se në Krutje kam dhe nuk e kam dhe në Lushnjë. Ti lutem policisë mos ma lerin as 1 minutë atje në 4-4 në 4-5, ku e pare. Gocën, ma birin këtu se ma i vetë, po të ketë shtetë. Ose të gjejnë venit ma kurojnë qa ka në një problem. Se dhe unë që jam nen nuk më zëgjumi natën, më ka bije poshtë dhe kur flemë në orën 4, më kanë marrë kokra për stres e për tëra, jemi në halë më i motë. Vetet e goca nuk më qasë, i kam shua që pas me mille ushqime plote për plotë. Më tha, Boreta më tha që nëna vjen dhe sjell ushqime, por unë nuk ja hap derën, ajo e tregoj këtë gjë. Pse nuk ja tregu, pse s'ma hap nënës derën pastaj? Kam vajtur në shkollën e Lushnjës, kam mbyllu lek për fëmijët, nga 40.000 lek në muaj për në një byrek. Nuk, asaj, shiqe, ke fëmijë vetë, do t'i japësh mbesa vete mia në një byrek për shkollë. Vete atje, një herë, kostume, bami, qonja, robe, qasi qonja me motor, qasi qonja.
O deta, shumë mirë pa pasenti ajo. Quba që vinë këtu, bjenë ushqime gjera, edhe unë si hap derën nuk e marrë. Qanë në kupton me këto gjera. 4 manë për rrasë tilla, apo s'ka? Të lutem. Unë po ta tregoj, ajo e tha që nëna vjen dhe më ka sjell ushqime dhe unë nuk ja hap derën. Por ajo që unë dua të pyes, se e kuptoj që je i irrituar, i mërzitur, të dhëm shpirti se e ke vajzë, është vajza juaj. Por pse Boreta është kundra jush? Çfarë dyshon ti si baba? Është gjendja e saj e rënduar apo konfliktet kanë sjell njëra pas tjetrës, konflikte të tjera dhe jeni ndarë? Nuk kemi patër konflikte fara neve, ne jemi gjendur asaj themi llafën e prin gjemë kemët. Nuk e kemi kthyer shpinën asnjëherë. Juve si bëni edhe zgjidhje. Jepni zgjidhje rrasë të tillave. Le ta marrë vesh tër dënjaja tani. Jepni zgjidhje, keni mundësi zgjidhje. Jepni zgjidhje. I dashur Viktor, dua të më shpjegosh, si ju edhe bashkëshortja juaj Shqiponja, çfarë ndodhi me fëmijët? Ishit ju që e denoncuat apo dikush tjetër? Mund të ma shpjegosh në situatë? Jo. Miqja i Krushkut. Do drejti, fare. Po, të vërtetën dua, sigurisht. Neve interesoshim për ata fëmijët, mirë po këtë punë e beri Qubaja Madhe, se Qubaja Madhe po vete 14 vjeçë, avash. Qubaja Madhe me psikologën. Po. E bashkisë dhe me punojnësin e ndihmës sociale. Ashtu dhe eri puna vajtën të shkolla ato, se Quba nuk... Njerëz vinde ku binde shi. Binde shi, s'kishin ambrella, s'kishin mundësi, kushte ande po këteja, edhe ato nuk zgjodhën një rrugë tjetër të mesme që të ndihmonin ato Qupën atje me ca kushte që të hanin edhe tinin ata kalamajt. Po zgjodhën ata gjeja moro fare. I dashur Viktor, ka qenë Rebeka ajo që ka denoncuar në shkollë, le të themi, problemet dhe më pas ka vajtur shërbimi social. U rrit Rebeka, gazetare, u rritja ja, avash, po vete 14 edhe u poqti. Edhe gjeti këtë zgjidhje. Ndoshta edhe e nxitër edhe na dikush tjetër s'dihet se si ka ardhur dhe erdhi kjo puna deri këtu ikë kalamajt rrin atje te shtëpia sociale. Fëmijët janë në Durrës? Durrës. Atje ku janë, neve i kemi vizitor fëmijët. Po pra, këtë dua të pyes, ju keni shkuar, i keni takuar fëmijët? I kemi takuar fëmijët neve, u kemi bler vesh masje komplet të 4 çupave. I kemi parë, mi fjalë, janë detyrat tona ato me sa vaksh kemi neve, i kemi parë çupat edhe do vjen prap në 28 shkurt. Por keni informacion pse Boretës nënës nuk i lejohet të takoj fëmijët? Ndoshta do këtë hedhë firmë atje, e kanë joshër ata, e kanë gënjur, ka hedhë firmën edhe ka marrë fëmijët urdhëmbrojtje. Ku di gjao më shumë? Për këto gjëra hulumto veti. E qartë, po të pyes ty si gjysh nëse ti ke informacione dhe të më ndihmosh dhe mua, prandaj po të pyes. Po, unë ato që di po t'i them. Por fëmijët e kërkojnë nënën e tyre sepse Shqiponja Normal. Dy të mëdhajet po, ata dy të voglat s'kuptojnë gjë. Është e dhimbshme në fakt, është shumë e dhimbshme. E rëndë është, shumë e rëndë është. Nuk i njën ato të bashkisë, ma. Me një fjalë, nga 2 të keqe, nuk morë, bashkia nuk mori të keqe me të vogël, po mori të keqe me të madhe. Nuk kishte bashkia lushës hambari myzeqesi, ti mande një qik me ushqim ata kalamajt. Njerë vetëm dhe në shqip. Ti shikonde, ti mbi kyrë të afer ishin, nuk ishin kushe di larkë. E dashur Shqiponja, ti ke shkuar sigurisht me gjithë Viktorin, i ke vizituar fëmijët. Ata e kërkojnë nënën e tyre. Po. Çfarë ju thuaj kur të kërkojnë Boretën? Më tha, ne ndo të një gjë, ishin dhe ato atin shërbyset. Më ka marrë madhi, thot Rebeka, më ka marrë madhi për mami Borën. Nuk flasin do, se nuk i len ato. Nuk i len që më ka marrë shumë madhi, si do që t'jedhësh nëna ime, thot më ka marrë, më bëjë dhe ti me një të 4, qajnë 2 të mdhatë, kurse 2 të vogla, është 4 vjeqe vajta për datë lindjen, në 4 shkurtë i ka vajtur, me qunat në Durrës,
Edhe vajta në bashkim më thirrë në këto zonjat, se galiba do ketë krushku im në i mika t'jen, edhe ato çupa janë, edhe bej rëmuj, bej pigje robet, atë do vesh këtë fustan, do vesh këtë kostum, se i ka majturu me roba. Nuk i ka veshur gjyshja një kostum. Një kostum nuk u ka bërë as babaj, as hiç. Ashtu. Edhe më tha mo ti 55 vjeçe qenge, ti japim ty fëmijët neve, i marr thash unë, jo 4 mesa, i duhet të gjitha thash. Edhe do t'i lidhin pension sa të 4 çupave tha nga 100.000 lek. Plus vetim thanë mua do marrë 250. Po, se do 1.000 lek në muaj. Se do t'i shërbesh ta. Më kanë thënë për atë zot, vetëm s'kisha telefon që t'i incizojem. Edhe më kanë thënë mirë tash i marr. Edhe vetëm polici nuk po dhe në shkollë, tash nuk po ushqien mirë, vajta vetë në polici. Tash nuk po ushqien mirë, tash në herë dhe në shkollë, kur mësojnë çupat pse mos vjen në shkollë, tash. Gjiktej, më gënjon dhe këto të bashkisë, nuk zjatim shumë se një jam e motër i morë, nësja i bufi që merë zogun, më ja morën kalamajt gocës. Goca ato treja nuk i kam larë një herë, nuk më ka ardhur një herë të parë këtu, se thot, nuk duhet i prishë rahatin vëllaj. I them kam pjesën nenja, ti jap nenja pjesën tim. Kam sera plot me i motër, ja plot me sera, ja. Ja serat e tjera këteja. Plot me sera jeshtë. E dashur Shqiponja, por ish krushka, po ata i kërkojnë fëmijët? Ata nuk i kërkojnë fare, edhe kur ka nejtë goca ime nuk e donin neren veri, kanë verë murë me t'i shikojnë shteti mura tijen. Në katin e dytë të zbrisë këteja ajo ka shemu shkallë, edhe ka vënë sa bloqe, nuk e linin kalonin aty në bord katë parë. Ka berë, nuk e doni, nuk e di pse u futa aq sherri madh. Le të bëjmë me çupat pis. Le të bëjnë, le të jenë dhe, nuk e di se çfarë për dhe, për lule, u filloi sherri se çfarë theme, nuk e di. Nuk patëm ngrosi fare çupa, se dhe un kam nuse këtu, pse nuset e mia kush e di çfarë janë, po të keqe një llav të mirë sot, një të keqe mami kështu, të keqe nena kështu, sa të bëhen çupa ime e mande shpinë. Mblidhen në fshat, mblidh hills, i bënte byrek me lakra e toll, kështu petëm. Veri, hani një kokër fiku, hani një kokër portokalle. Ço portokallet e mia këtu. Janë plot, ashtu kishte të hanin atë, jo atje majt pallati s'kiçan. U kputa me i motër me të ngjitur 4-4, me thas me miell, me ushqime nuk doja me nuk. I lajmëroj shtetin mos ma lerin as një çik me në lushnjë. E dashur Shqiponja, Boreta më tha që kur u martova te burri i dytë, vjera dhe vjerri nuk më donin, si nuse. Fare, nuk ishte për krah hiç. Jo, nuk i thot nenja saj ta je kështu, nenja e pres me krah hapur, edhe kur dolin televizor vetëm lot për dhe kur e pas. Kam 4 muaj që nuk e kam parë. Kështu janë gratë, po tjeta. Jo, ajo është nën dhe është e kuptueshme, i dhe janë më të ndjeshme se ne burrat. I dashur Viktor, unë dua të marr Boretën këtu, dhe dua si një gazetare, si një nën, mos më quaj fare gazetare, por si një nën, dua që ta bind Boretën, që ta kuptoj që gjëja më e shtrenjtë je ti edhe Shqiponja. Nuk është bota. Normale, po, normal. Boreta? E mbylli se na pa neve. Boreta është kaq shumë e mërzitur me ju sa nuk pranon që të flasi me ju dhe mua sinqerisht më vjen shumë keq për këtë gjë. Të premtoj që do flas edhe në privat me Boretën për ta bindur që nëna është nën dhe babai është baba dhe nuk mund të flaket. Ju jeni të gatshme të jeni pranë saj, por duhet të gjeni formën dhe mënyrën, mos ta lini vetëm sepse gjendja e saj është vërtet e rënduar. Mirupafshim, të përshëndes, mirupafshim. Faleminderit. Siç e pam, Boreta vetëm 2 sekonda e mbajti telefonin hapur dhe sa pa imazhin e babait e fiku telefonin. Por gjithsesi, ditën e sotme në këtë live, unë dua ta marr Boretën, ndoshta ajo nuk do të flasi me prindrit dhe unë nuk e detyroj dot, por dua të flas jo si një gazetare, por si një nën e saj për ta bindur që familja është gjithçka. Kështu që hap dritaren dhe ftoi Boretën. Pse e fike telefonin kur pe babain? Në rast të parë kishte shumë njerëz atje ku isha dhe nuk doja të jepja shumë shpjegim. Dhe në rast dytë nuk dua fare as
as të kem lidhje, as t'ja shoh fytyrën. E dashu Zuara, i kam perë marrëdhëniet me ata. E dashu Boreta, ndoshta po gabon, po të flas si një motër. Mund të më dëgjosh me vëmendje dhe të më shikosh në sy? E dashu Boreta, ata po të kërkojnë. Qysh po më kërkojnë mua ata? Kur më hoqën kalamajt nga brinja? E para, dhe e dyta, qysh po më kërkojnë mua ata kur më kanë hequr nga gjendja civile atje në fshat? Jam e ndarë motra jote nga komune e fshatit atje. Ke folur ti? Ajo. Unë deri tani fola me nënë dhe babain tuaj. Nëna juaj shqiponja vetëm qante për ty. Mund të mendosh pak ndryshe të lutem, sepse... Jo, nuk mendoj dot... Si familja nuk të bëhet. Nuk mendoj dot ndryshe, sepse më kanë shkatruar jetën ata dy. Nëse do që ti tregoj motra jote me centimetr hallet e mia dhe peripetit që kam hequr të takoj unë aty në Tiranë ku je ose të vish ti këtu, në Lushnjë ku jam. Nëna jote më tregoi që ka qenë goca e madhe që ka denoncuar te psikologja dhe nuk ka qenë ajo që ka bërë denoncimin që ty të merrni fëmijët. Madje ajo kërkoi ndihmë që ti të shkoje ti takoje fëmijët. Ka qenë ajo se unë kam folur me shtetin këtu në Lushnjë, edhe me bashkinë këtu në Lushnjë dhe më kanë thënë që jo temi ka denoncuar fëmijët. I ka marrë do me thënë i ka quar. Sepse nëna jote kishte kontakte me fëmijët, kishte qenë 4 shkurte edhe për ditëlindjen e vajzës. Shumë mirë të vej. Unë do përpiqem të gjej një punë, po nuk u përpoqa dot që të gjej një mundësi pune, do ju të kontaktoj juve në telefon dhe të gjeni një strehim. Por ti e ke një strehim e dashur Boreta, ke nënën dhe babain që thonë e ka derën hapur. Dhe duaj që ti të tregosh një vajzë e denjë dhe kam besim të këty Boreta. Tek ajo familje nuk vetëm e unë Odeta, se më kanë shkatruar jetën. Në moshën kalama më kanë ndarë, ajo zonjë ti ke folur më kanë ndarë nga burri parë. Boreta, zemër, unë nuk të detyroj që ti të flasësh pa dëshirën tënde me nënën dhe babain. Jemi femra dhe duhet ta merremi pak vesh, se po merret goja sigur jam me mete. Ata e kanë bërë veten keqe modra që unë nuk dua t'i shoh me sy. Kur kam lindur unë fëmijët, nënja ime ka qenë ajo që më ka mushur barkun plot me qelb, nuk më ka lënë të ikja te mjeku, të hiqja penjt. O Deta, ç'a më thua? Ka qenë pikërisht ajo zonja që ke folur ti në telefon. E para, e dyta, kur jam ndarë nga burri parë që më ndau zonja që ke folur ti në telefon, më ndau nga burri parë bashkë me vajzën. Dhe donte që të më nxjerrte në Kem, nëna. Kam shkuar në Tiranë me babin, me atë burri që fole ti, dhe i ka thënë, "Ka do nxjerrësh ti në Kem. Ky është njeri. Nuk më dukesh normal mua ti Viktor Qela." I tha doktori i Tiranës. Më kanë dalë nga komuna e Beratit por ti hequr hallet vetëm. Boreta, prandaj ndoshta prindit e tu mund të kenë gabuar dhe nuk e vënë në dyshim. Por nëse unë do vuaj sepse vujtjen mi ka shkaktuar ajo femër që ti ke folur dhe ai burr që ti ke folur. Hallet e mia i ka mua me motër. Por nëna juaj dua të them qante për ty. Le të qaj. Unë flisja me tjema me Salusha Gjaferi, me tjemën e asaj, dhe ajo i thoshte 500 gjera. Edhe kjo u shkëput, do me thënë, gjyshja nga mua. Më ofendoj mirë dhe u shkëput, mos më merë mesa Salusha në telefon. Besoj se më merë vesh, më kupton. Por ndoshta duhet të qetësohesh dhe ti dhe t'ju japësh një shans prindërve të tu, sepse... Nuk kam që jap, nuk kam që jap shanse, sepse vetëm të lashe më kanë sjell. Nga mosha e fëmiris, deri më tashti. I kam rritur vetu në Odeta ata kalamajnë keqe motra. Pse nuk mi mori shteti në 2024, po mi mori në 2025 fëmijat. Kam ardhur këtu në Lushnjë deri në 2024, kam 3 vite.
E qartë, por Pse vallë? ti nuk mund të jetosh vetëm pa njëri, kur ke vëllezër. Jo, nuk dua. Pse? Mos jetoj vetëm. Qa ka? Unë nuk merrem as me drogë. Unë nuk kam as dëshnor. Unë nuk kam as rrugë. Kur vazhdo me them, mund ta them se nuk desha të flas këtu. E qartë, nuk po të them për këto gjëra. Unë pi vetëm këtë e pi. Asgjë tjetër. E kam larë vetë qeran, punoj, jam me zonja të punoj. Mua nuk ma merrte mendja kur që ajo zonja që foli me ty në telefon të më hiqte fëmijat. Ajo zonja është nëna jote, Boreta. As për vdekje nuk i vete Odeta atë keqe Boreta. Kur ti varros fëmijat e mi me një ditë, as për vdekje nuk i vete me asaj familje. Si qeni do t'iqem këtë izvar. Si qeni do t'iqem. Se kam shpirtin nga ajo familje shumë të vrarë. Dhe po me godasin vazhdimisht. E kupton? E tash Boreta, unë e kuptoj që je mbushur me dhimbje dhe kjo dhimbje të shkthyer dhe në urrëtie për prindërit. Ku kam qenë unë nda nga burri, tek baba im, mua ka ushqyer gjyshja, liri çelaj. Më fuse poshtë divanit që haja një korthat. E baba im vinte e thoshte, lera të çkallurën ti, aty të vdesi për bukë. E sa isha më dhanë Altinin, qorë, pianet. Ma shqeu mëj motrë çupun e male, ma shqeu prej bluzesh. Edhe unë budolaqka nuk kam denancuar se hese përmirëson, hese nuk doja të shkatroja familjen. Jo se nuk di. Dhe ajo nene më ka mamë qaf. Te burri par i qëlloj burrit par, Arditit, i qëlloj me plam. Fyte nëse nuk e bes për mua. Fyte. E dashu Boreta. Edhe këtu, banorët e pallatit i thoshte që ajo është shkalluar. Kur çupa nuk e do t'i vi në shtëpi, për çfarë vjen? Për të marrë informacione se e do komshia, e duan komshin të mi. Më thuaj, unë jam 30 vjeçe. Unë ta thash, as me drogë nuk merrem, as me kurrë vllaqës merrem, as me gjëra budolliqe. Unë të dëgjoj sa herë ti. Qashtu. E dashu Boreta. Sa herë të dëgjoj. Nuk desha që të kontaktoj me ata, fare, do ta mbyll nëse e hap me ata. Unë desha të më ndihmosh ti të marr ndonjë bonus për shtëpinë. Dhe të kem kontakte me çupat e mia. I kam rritur vetë dhe i kam lindur me fik. E dashu Boreta. Më ka lënë nena sa kam zem qelb, Odeta, më ka lënë nenja. Nëna jote, Boreta, nëna dhe babai jot të përcollën mesazhin, ktheu në shtëpi, dera është e hapur. Nuk i vete, moj, desha të jetoj vetmin që më kanë lënë ata. Më ndan nga çupat muata, pse i hoqën çupat ata nga brinja ime, unë i dilja vetë zot. Unë i regjistrova në shkollë këtu te Leri Kazazi. I regjistrova me të gjitha, paraqitesha. E lija punën gjysmë atje, do vete se kam mbledhje prindësh, thosha, në shkollë, paraqitesha. Dhe ajo harbutke poshtor, ajo kroma e poshtor, ajo kroma vinte sa herë aty dhe i jepte lek të gjithë dyqaneve, si që unë mos merja vesh. Edhe kështu ma kanë bërë dhe në krutje. Merrte baba im telefon Rebekën, vajzën time, por zotin. Shkoj pyeti nëse nuk e beste mua. E kanë marrë Rebekën telefon, i kam thënë qekes, i kam thënë kaq lek, zonjës dyqanit. Edhe Rebekë shkret nga që unë isha aty, nëna biologjike, jam unë, jo poni. Poni, ta maj hundun në... Atje ku i takon keqe motra, Odeta. Atje ku i takon si birë, si nënje, si gjyshe. Jo ti thoj Rebeke si ja. Që tu bës aty për të qarë, turp. Odeta. Ta di që të më hanë qënë këtu në lushnja, të ka familje nuk shkoj sa të kemi jetën me. Se ja kam dalë vetë halë dhe mbanë. Më ka degeneruar si ropë.
E dashur Boreta, ne do flasim të dyja sërish, ti e ke numrin tim, sinqerisht do flasim dhe biles mundësisht të takohemi si motra. Po patjetër, unë të Ose pres. të viju në Tiranë, ose të vish ti këtu në Lushnjë. Me ata lloj kombi nuk dua me. Por të lutem, do flasim të dyja dhe pas kuintave që ti të qetësohesh pak, unë do bëj të pamundur Jo, për të nuk qetësohem interesuar. unë. Jo, e qetësuar jam unë. Jo, Unë ke thjesht nevojë po të të them të qetësohesh. gjitha peripecit që kam parë nga ajo familje. Më tregonte sallami nenja sikur ishte burr. Do t'i thoshte Viktor Qela mua, do stafetin e bukuroshës? Qa është ky baba që t'i thoj vajzës ashtu? Por të lutem. Ngrisha gjinoran pese, shkoja nga zalli, punoja, roptojsha, dhe kur vinte orari drekës për të ngrënë bukë, nuk më linin, më kyçnin derën. E dashur Boreta, ne do takohemi patjetër, do flasim, ke nevojë të qetësohesh, edhe pse nuk ma beson këtë gjë, do bëj të pamundurën që të lidhem me shërbimi social për të kuptuar se si është situata me fëmijët e tu dhe ta uroj me shpirt që të takohesh me fëmijët e tu dhe të gjendet një gjuhë e përbashkët me nënën dhe babain tuaj, Shiko. do mbetemi në kontakt. Me nenën dhe me babin, me nenën dhe me baban nuk dua takohem me as për vdekje. Po me fëmijët po i kam shpirtin tim. E shes gjakun për çupat. Do shes gjakun për çupat. Se nuk kam pasur në 2024 kam jetuar për qef. 2 lek nga urdhi mbrojtje i merja, 2 lek nga puna i merja, nuk jam me probleme unë të keqe motra, jam njeri tamam. Unë punoj, e nxjerr kafshitën e bukës vetë. Prandaj të them ty që duhet flas më nga afër, jo nga telefoni. Të premtoj që do jemi bashkë edhe fizikisht, jo vetëm live. Kështu që e ke numrin tim, të përqafoj dhe të përshëndes. Okej, edhe unë të puth shumë, t'jesh mirë. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që durat me mua deri në fund të kësaj video. U duk qartë që Boreta nuk do të flasi me prindrit e saj dhe uroj që ajo të vitë më takoj, të zbutet, të heqë atë mblef, atë mëri, atë urrëtie për prindrit, të jetë një nënë e lumtur, të dëgjoj zërin e fëmijëve, të takoj në qendrën ku fëmijët ndodhen në Durrës dhe uroj të bashkoj dhe me familjen e saj në Berat. Mirë, nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që t'jeni pjesë këtu në live më odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069-9955-698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime, ju mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku tashmë e dini çdo ditë live ora 10 jam me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër. Mirupafshim.